Njerin e thret ezani, e thret, do me thonë, Kurani, thirrësit Allahu subhanahu wa taala për njeriun, për me kthy vazhdimisht në rrugë janë të shumtë. Për atyre thirrësve janë edhe disa sezon të çmuar të mirësive që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar brenda vitit. Më thonë, si Ramazani, ashtu tash në këtë kohë jemi përpara një sezonit shumë të rëndësishëm, të cilin sezon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka quajtur ditët më të mira të dunjas. S'ka ditë në të cilat Allahu i do veprat e mira sikurse në 10 ditët e Dhulhixhës. Prandaj shpeshtojeni tekbirin, tahmidin, me thonë elhamdulillah, dhe tehlilin, që dhe me thonë la ilaha illallah. Elhamdulillah. Që kjo fjallë, falenderimi i takon Allahut. Që kjo fjallë është ma e vlefshme, ma e çmume për ti. Jo vetëm të Allahu, për ti. Se sa krejt pasuria e dënjas. A dini pse? Sa e pasuria e dënjas, a merë fund në dit. Edhe këto dit duhet mi shfridzu maksimum. Duke bon punë të mira, edhe shpresim të Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na i pranoj veprat e mira.